Gati është gati për t'ju thënë mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Katerina. Mirëmëngjes e dashur. Jam shumë mirë. Me një bërësi në krah, sigurisht edhe unë jam mirë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu te këndi ynë i gatimit për të përcjellë receta që ne kemi menduar sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Do të bëjmë byrek. Është dita e byrekut, por nuk do të mundohemi shumë sepse kemi petët e gatshme, të cilat nuk është përveç se petëve kemi atë djathin krem, sepse dhe byrekun e kam si ide sot që ta bëjmë me djath krem, djath të shkrirë faktikisht, me pana guzhine, vezë, gjalp dhe sipas dëshirës mund të shtoni ndonjëherë, që nga i shkon shumë, do me thënë këtë mix që ne do të përgatisim, i shkon ndonjën energjik, pak majdanoz mund të keni, mund të shtoni akoma edhe pak borzilok, do me thënë për t'i dhënë një tjetër shije byrekut tuaj, ose ndryshe mund ta bëni në mënyrën tradicionale, pak këto erëzat, thjesht me këto përbërës që unë përmenda pak më përpara. Sigurisht që nuk mungon dhe vaj ullirit edhe gjalpi. Pra këto ishin përbërësit e këtij byreku, të recetës së parë. Mënyra se si do ta përgatisim do e tregoj më njëherë. Dhe kam menduar që pse jo mos përgatisim dhe një tiramisu që është tani pranë verë, është fillon, do të thënë për të hyrë, do të thënë këto receta që janë të freskëta edhe shumë të mira që unë sot përveç se djathit mascarpone që është kryesor për tiramisun, do të shtoj dhe të verdhat e vezëve. Dhe do të tregoj më mbrapa mënyrën se si do ta bëjmë edhe këtë ëmbëlsirë të freskët për tani, do me thënë që fillon që nga pranvera dhe në vazhdim, do me thënë gjatë verës, është një ëmbëlsirë që mund të konsumohet shumë mirë dhe është një ëmbëlsirë e freskët. Filloj me njëherë me recetën e parë. Pra thash që nuk do mundohemi shumë sot, sepse petët i kemi të gatshme. Dhe janë të petët fantastike që në Ramzi na sjell, përveç se janë në një paketim goxha të madh, ne kemi 1 kilogram shenjë besoj, që do të thotë përgatisim. Unë do përdor gjysmë sot, edhe gjysmë do ta mbaj atje, ose mundet juve të dashur Anvisa mund të përgatisni 2 vyreqe, njërin do ta bëni, do me thënë ta piqni, tjetrën mund ta rezervoni në frigorifer dhe ta keni gati për një herë tjetër, pra mund të bëni një byrek me spinaq, një byrek me qep të njoma, një byrek me domate, me qep. Çfarë mund të doni juve? Do me thënë byrekun e përgatisim, e ruajmë në ngrirje, e nxjerrim disa orë përpara dhe vetëm e pjekim. Direkt nga ngrirja në pjekje. Direkt? Po, nuk ka nevojë që të ashtu. Direkt në pjekje. Pra një rrugë edhe dy punë këtë rast. Jeni, do me thënë, si thua, mund t'i përgatisni të dielën dhe i keni dhe për një ditë të javën. Ja, shumë mirë, një këshill shumë e vlefshme kjo, sepse e dim që zonjat e kanë angazhim të rëndësishëm vaktin e drekës, e dim që na merr kohë, na kërkon ide çdo ditë për t'i shtuar shije tryezave tona, sepse është e rëndësishme të kemi një larmishmërie nga e hëna në të diel. Ndihmë e madhe në kuzhinën tonë është pikërisht në Ramzi, pikat e dyqaneve organike në Ramzi, që ju i gjeni si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, në çdo lagje keni një tabelë të tillë si kjo që po shihni në ekran, ku ju sugjeroj të bëni vizita her pas here, të blini produktet tuaja të preferuara, të zbuloni një gamë të gjerë të produkteve që ndoshta nuk i keni hasur dhe nuk keni ku t'i hasni tjetër. Natyrisht që një vend të posaçëm kanë edhe produktet për personat që kanë një dietë të kufizuar, si në rastin e glutenit dhe jo vetëm, ndaj është vendi i duhur për të bërë pazaret tuaja. Dhe nëse ju duhen pastaj receta për t'i gjetur vendin në një produkti që e merrni, doni ta provoni, po nuk dini se ta përshtasni në kuzhinë, ne prandaj jemi këtu bashkë me Katerinën që her pas here këtyre produkteve që i gjeni në raftet e dyqaneve në Ramzi, ti gjeni hapësirë në përgatitjen e recetave tuaja plot shije dhe shumë të thjeshta që Kati e ka me merak të na i sjell çdo ditë. Atëherë, Anila, po shikoja që duhet të ndaj këto peta, si do të tregoj mënyrën se si do t'i bëjmë. Atëherë, do të marrim këto. S'ka nevojë nëse nuk na janë, por shiko se sa të mira janë këto peta. Shumë të mira janë, ndahen nga njëra tjetra, nuk nqisin, janë të plota. Dhe do t'regojmë se do t'i mbajmë këto të njomat. Ti vendos këtu. Dhe do të marr këto tani, të cilat dhe me gëshërën e kuzhinës, por edhe me thikë. Do t'i ndajmë kështu? Po, t'i ndajmë kështu. Do t'i vendos pak në furr, që të më shkrifërohen pak. Dhe sa të bëjmë neve të përgatisim atë, si thua, djathin me vezët edhe me panën e kuzhinës, do t'jen gati. Gjithashtu do vendosim edhe gjalpin që të na shkri. Tani, a lexoj recetën unë, do fitoj pak kohë që mos të ndërpres nga puna. I shohim pak në ekran recetat, byrek me djath të shkrir, na duhet 1 pak kopeta,
250 gram djathë të shkrirë, 250 gram pana kuzhine, 250 mililitra, si i bje pana, okej. Gjysëm filxhani me ujë, 1 lugë pluhur pjekës, 3 vezë, arë moskat, vaj edhe gjalp. Kjo është receta e byrekut me djathë të shkrirë që me që kuptoj do të përgatitet edhe shumë thjesht me peta të gatshme të cilat do t'i vendosim në furrë. Për t'u pjekur, do të përgatisim gjithashtu një tiramisu me vezë sot dhe për këtë recetë përbërësit janë këto. Një pako biskota savoiardi, 4 të verdha vezë, gjysmë filxhani sheqer, 1 filxhan kafe ekspres, 300 ml pana, 250 gram krem djathi, vanilje dhe kakao. Kjo është receta e tiramisus, të cilën ne do t'a sjellim pas pak, ndërkohë përqendrohemi përsëri tek byreku. Shumë mirë. Atëherë Anila, të lutem, ndiz pak vatrën e sobës ti mua. Unë, siç e shikoni këtu të dashur Anvisa. Është e ndezur. I kemi bërë gati këtu, më fal. Dhe se më the furrën të fustin të reqe, sa mirë të dëgjova këtë këtu. S'ka problem. Ndjes. Ja, në këtë mënyrë, do me thënë, i prisni dhe vendosim tani që të na thahen, sepse na japi një tjetër shije në momentin që neve do të përgatisim, do me thënë, atë brumin që do të masën e djathit do të hedhim brenda. E vendos në furrë, bëjmë përgatitjen e këtyre dhe do t'i kemi gati për t'i shtuar dhe këto te byreku. Okej. Ato pak duhet të qëndrojnë bestoj, sepse janë të pjekura. Sa të jemi ne gati me këto të tjerat, sa të shtrojmë këto petët, gjysmat e petëve dhe këto, të hedhim gjalpin të na shkrihet. Okej. Të marrë edhe pak se, si thonë, gjalpi është ai që do t'i jap shije, do t'i jap shije. Nuk është se kemi mbushje me skuqje apo me... Jo, thjesht atë gjalpin këtu. Tani përgatisim edhe këtë pjesën e mbushjes, që do të thotë do të hedhim vezët, 3 vezë të plota, t'i afrojmë diku këtu, që të na t'i shikojmë. Të marrim edhe djathin e shkrirë. Edhe kjo është një ndihmes në kuzhinat tona, sepse e marrim një herë dhe e kemi. Po, sepse është në paketim të madh, përdoret për receta të ëmbla, për receta të kripura, kështu që nuk të pron asnjëherë, e sigur që brenda javës do ta keni përshtatur në shumë nga gatimet tuaja. Ka ti pas ke marrë salep? E kemi pasur këtu atë, por që neve do të përdorim kakao edhe kafe turke nëse ashtu, që e kam përgatitur për tiramisun, po. E lëm të këtu tani për momentin. Tre alternativa për të nisur mëngjesin. Salepi thonë që është shumë i shëndetshëm për të nisur mëngjesin dhe për të zëvendësuar edhe kafen her pas here, sepse na jep shumë energji. Dhe këtë e kemi dëgjuar në një nga bisedat që kemi bërë në studio edhe me nutricionistët dhe me qëra fjala sot do të kemi Alkendin në studio. Që është vërteta, unë nuk do, ashtu një filxhan. Do ta shikoj me sy këtu ja kaq. Është një filxhan të çajit që kam aty. Pa. Që pëj masë qaj është aja, apo është kështu si? E mirë, është ka falaqemi, kur kemi fillojnë me masë të filxhanve, kur fillojnë me një lloj masë filxhani, me të njëjtën masë do vazhdojmë, sidomos kur kemi kek. Do i mbarojmë, do me thënë, me të njëjtën filxhan, prandaj e themi dhe atë gjë, do me thënë, kur përgatisim kek. Tani këtu, skati, do t'i hedh pak krip faktikisht. Do t'a përzijim. Do t'i shtojmë pak, do me thënë një lugë të çajit baking powder. T'i hedhim pak krip më tepër, thonë, se nuk duket sikur nuk hodha shumë. Tani është tamam. Ta dham sinjalin kështu. Po, ma dham sinjalin, sepse nuk vajti kripa aq sa duhet. Do të hedhim edhe një lugë të çajit baking powder. E ndihmon që të rrisë volumin. Do t'i shtoj dhe pak ujë. Edhe kemi gjalpin po shkrin, duhet a djegim plotësisht gjalpin apo thjesht të shkrirë? Aq sa të shkrihet. Tani këtë masë neve kemi gati që do të hedhim për të zbutur petët dhe për të na e bërë byrekun të shishëm. Petët. Me qëra fjalla, kemi lëmë petët në fund. I kemi gati. Po, edhe pak edhe do t'i kishim djegur. Faktikisht në o bënë shumë mirë. Po, u bënaj se... është aqë sa duhet. Tani t'i lëmë diku këtu. I lëmë këtë duhet. Djathit të duhet më? Jo, nuk më duhet. Ajo që më duhet tani është gjalpi, që do t'a rregulloj bashkë edhe e lëmë sa të në nxjerrë aromën, neve ndjejmë aromën tani më këtu në studio.
Kështu që edhe vajnë dhe shikon tani. Me këtë, pengoj ty aty? bëjmë si thua lyerjen e parë. Ta mbajmë këtu dhe ta fikim sobën. Në rregull. Me këtë furçën. Po. Me këtë mënyrë. Nëna tona i bënin me dorë, faktikisht të gjërat e gjitha në kuzhinë i bënin me dorë. Por me që na ndodhen këto mjetet, pse jo, mos i përdorim. Herë unë i përdor, herë jo. Kështu që nuk është se është gabim. Tani e bëjmë në këtë mënyrë, do me thënë një anë kështu. E spërkatim prap. Në ta përzihesh anin. Të me thënë e mbarojmë byreko në pjesën e parë. Po, besoj se po, besoj se do të harim kohën. Mendoj se po, ora është 09:09 ora ka të. Ashtu, u bë edhe kjo. Tani vendosim edhe një petë në këtë mënyrë. Pra, ne bëjmë si kryq, që të ketë mundësi, me thënë, të palosin. Këto bëjmë këto kështu, pastaj do të tregojmë më mbrapa se si do t'i bëjmë, edhe pse i hedhim pak këtyre anëve. Këtu do hidhet mbushje, kështu që jemi në rregull, ajo që ngelet. Hedhim tani petët e thata. Të me thënë kjo, kur të piqet, i bie që nga brenda do jetë kështu si i shkrifët, si byreku me qumë. Ashtu, dhe këto petët e thata do t'i japin shije. Interesante. I bëjmë pak ndryshme, Janila, që t'i sjellim mos jenë të njëjta e të njëjta, të kemi pak ndryshime dhe pak shije më tepër. Po pra, më pëlqen shumë kjo ide, se kur themi byrek, në duket sikur byrek është, pra nuk është se po bëjmë, po që ja, që ka një ndryshim që duket i vogël, por që në shije dhe në mënyrën e përgatitjes është goxha i madh. Dhe në rastin konkret kemi shmangur totalisht pjesën e brumit, apo hapjen e petëve, dhe kemi sjellë kështu. Me që kemi sjellë ashtu, do ta bëjmë edhe kështu, s'ka nevojë që të jetë ajo. Do ta bëjmë kështu, që të marri, domethënë këtë salcën e përgatitur, të kremin, si mund ta themi ndryshe, që të hyjë në gjithë masën. Prandaj e hedhim kështu me një lugë që të ketë mundësi të shkojë në gjithë pjesën e byrekut. As të na qulloset, e shikojmë tjetë, as të ngelet i thatë. As të na thahet. Po ju garantoj që bëhet shumë i shishëm, se para se unë të sjell këto receta këtu në studio. I ke provuar njëherë? Sigurisht që i provoj, sepse nuk dua t'i bëjnë anvisat dhe të thonë moj Katerina ç'na the, ne e bëm dhe nuk na u bë ashtu si ti thua. Nuk besoj se ndodh kjo me katin tonë. Kështu që unë jam realiste dhe kur diçka nuk e bëj mirë, them që kjo nuk u bë. Mendoj dhe besoj se e keni parë, kështu që i përfunduam dhe këto, ta heqim dhe këto. E heqëm këto? Kujdesim. Që mos të shkëputesh nga puna ti. Okej. Jemi në rregull këtu. Tani, sigurisht që do kjo pak i ndyrë, do me thëmë me gjalpin sipër që të... Se në këto byrete çfarë i shijon? Gjalpi dhe vaj. S'kemi mish, s'kemi gjërat të tjera që të... Para se të ashtu tani thash që nëse doni, mund të shtoni, janë këto erzat që janë tani të stinës. Si thoni juve studio këtu, a i doni këto jeshillëqet? Po, aromi jep, edhe me djakin shkon. Aromi jep, në energjik, kemi nga të gjitha kam unë këtu, edhe në energjik, dhe majdanoz, dhe borzilok, edhe bëjmë si një bache jeshile. Ma më pëlqen, po. Edhe kur të prien ato copuzat e byreku, do njaj dhe bukur nga pak jeshile brenda. Që kanë, përveç se ngjyrës, kanë dhe ja shikoj, e coptojmë tani qoftë në energjikun, qoftë borzilokun. Dhe të lërojt ajo aroma. Një arome mirë, edhe na bëhet pak ndryshe. Është pranverë dhe është mirë që të shijojmë këto. Pa tjetër, po. Atë hedhim edhe pak edhe jemi në rregull. Kam dhe një degës. Nuk na duhen jeshillëqet sot, se kemi ëmbëlsirë, kështu që se ndonjëherë ndajmë në dy pjesë. Që të kemi kështu. Kam dhe një pjesë këtu anila. Po, ta plotësojmë që çdo copë e byrekut
copës të ketë edhe kështu. Tani e kemi gati, ja kështu. Okej. Besoj se deri tani jemi në rregull. Tani do fillojmë që të bëjmë palosjet. Po. Edhe palosjet nuk do t'i bëjmë që të jenë ty shtypim, t'i lëm kështu, do me thënë të ajrosura. Bëjmë të parën, e spërkati me vaj, do marim dhe pak vaj nga shishja në fund fare se besoj s'do na dali. Nuk është se e mbytën me vaj, duket si kur kemi hedhur shumë, po pak, se 2 lugë gjalp ishte faktikisht, nuk ishte në total që hodhëm. Byreku s'është për një 4 persona, është për më tepër, kështu që i shikoni një këto gjëra. Shumë kujdes për pjesën e palosjes, se dua që t'jenë kështu të ajrosura. I bëjmë edhe këto me yndyr. Tani nuk e kam problem për punën e gjalpit, do me thënë që t'jetë në pjesën e fundit, sepse digjet. Duhet vetëm me vaj, kështu që ne në fund do të hedhim vaj. Do me thënë, ose vaj ulliri, ose një pëm, ose vaj ulliri, ose një vaj të zakonshëm. Tani këtë, shikoni si do t'a bëjmë. Ta rodhosim. Kështu dhe këtë. Po, ta rodhosura. Që ta ajroset byreku. Dhe këtë do t'a spërkasim dhe me pak ujë. Po do të na bashkohet kjo peta me pjesën poshtë, apo uji do ta ndihmojë që të bëhen një? Bashkojnë, si s'bashkojnë. Nuk na shkëputet kështu si kapak. Jo. Nuk do shkëputet fare si kapak ai. Ja. U bë kapak. Tani do t'i hedhim dhe shu do vëmë dhe të fundit edhe. Dhe ne kemi edhe 1 minutë kohë, fiksaj sa na duhet për ta kaluar në furr byrekun dhe në pjesën e dytë do të merremi me tiramisu. Edhe do kemi dhe byrekun besoj të pjekur. Kështu që shumë mirë jemi organizuar mirë sot, Kati. Po. Stëm po të nëna tona që thoshin i vënin dorën për parë. Po, që mos ikte më shumë se ç'duhet. Që mos ikte më shumë se ç'duhet. Ka patur gjithmonë zgjidhje të zgjuara. Po, patjetër. Edhe në kushtet që gatuanin në atë kohë. Atëherë, është momenti që linjën t'ja kalojmë departamentit të informacionit. Ne presim të dashuran visa, spërkatim me ujë dhe me vaj dhe vendosim në furrë në 180 dhe do t'jetë për 20-25 minuta dhe do t'a kemi gati. Ne këtu dhe ju në shtëpi kur t'a pregatisni. Ja, kështu. Kështu që do kthehemi në pjesën e dytë, pas pak kemi publicitet, fleshin informativ të orës 9:30, ju presim këtu do bëjmë dhe një ëmbëlsirë pas pak, kështu që rikthehemi. Jemi në studio për sëri, rikthyer në transmetim të drejt për drejt në pjesën e dytë të këndit të gatimit, gati për të nisur një ëmbëlsirë. Një ëmbëlsirë, një tiramisu që thamë që do ta bëjmë me të verdhat e vezëve, pra me vezë. Çfarë tringëlluan furra, apo po byreku? Kishim vënë, do me thënë, gati, por ta lëmë edhe pak, Anila, mund ta kalojmë edhe pak. Atëherë të dashura ambisa, thamë që do të bëjmë tiramisu. Tiramisun të cilën do ta bëjmë me 4 të verdha veze. Këtu kemi 1 filxhan ose kafe, do me thënë kafe turke, që mund të marrim, do me thënë, një lugë edhe e zijem pa sheqer, faktikisht nuk ka nevojë që të shtojmë sheqer brenda, e zijem dhe e kullojmë dhe kemi gati tani për të pregatitur savajardë, pra që do t'i zbusim brenda te kafe, ose edhe në kafe ekspres, ka një tjetër aromë. Por dhe nëse s'keni, edhe me kafe turke faktikisht bëhet, shkon, por shumë e rëndësishme kjo që duhet pa kafe dhe mos të ketë as sheqer brenda, as një gjë, thjesht do ta zjeni, do ta lëni të degantoj, do me thënë të kulloj dhe e kemi gati pra 1 filxhan që të cilën do ta hedhim këtu te kjo hena. Gjithashtu do të kemi dhe gjysmë filxhan sheqer, do të kemi pana pasiqerie që unë e kam në frigorifer sepse edhe juve duhet ta mbani në frigorifer dhe do ta nxirni në momentin që do të bëni atë rafjen e panës, që do ta aromatizoni me ndonjë liker nëse doni, me sigurisht që vanilja është ajo që mbretëron, do me thënë dhe është diçka që nuk i mungon tiramisus dhe i jep edhe shije dhe aromë të mirë. Kam djathë të shkrirë mascarpone do të përdorun dhe është, si thuash, djathi më i mirë që është enkas për të përgatitur tiramisu. Por dhe nëse nuk keni, mund të përdorni një djathë tjetër të shkrirë. Por kjo është ajo që duhet me pa tjetër. Gjithashtu këtu kemi kakao, të cilët do tjetë ajo momenti i fundit për ta pudrosur. Tiramisu pa kakao nuk ekziston. Dhe kemi dhe biskotat savajardë.
bajar që janë për tiramisu. Pra këto ishin edhe përbërësit. Do të fillojmë me atë të parën, që do të hedhim të verdhat e vezëve në një enë. Do të hapim këtu se do të bëjmë si një lloj banjomari, ku do të vendosim për të pastarelizuar vezët. Anila prap nuk e... Thrasim anilën. Thrasim anilën, ndihmën e shpejt. E do në maksimum? Po, në maksimum që të më valoj. Ndërkohë që në pjesën e parë ne kemi bërë një byrek i cili është në furrë akoma, është duke u pjekur dhe është drejt fundit, po do kemi kohë deri në orën 10 nxjerrim nga furra e ta shohim. Është një mënyrë shumë interesante e përgatiturit të byrekut me petë të thata, të cilat gjysmat janë vendosur ashtu siç janë, gjysmat janë coptuar dhe janë pjekur më parë në furrë dhe është mbushur me goxha shije ku mbi zotëron bulmeti, kemi panën, kemi djathin e bardhë, recetë të cilën do ta rikthejmë pas pak në ekran, ndërkohë që ajo që ju kujtoj vazhdimisht është se në rast se ju nuk ndiqni nga fillimi në fund gatimet tona, se gatimi do pak vëmendje për të mos humbur asnjë proces apo asnjë përbërës, mund të na gjeni duke klikuar në YouTube, në dy kanalet tona zyrtare, News 24 dhe Villa 24. Aty gjeni puntatën e sotme dhe të gjitha puntatat e kaluara, pra është një lloj arkive shumë e mirë ku edhe ne i rikthehemi her pas here kur duam të shikojmë ndonjë recetë që e kemi harruar, unë të paktën se Kati i mban mend çka bër, po apo jo, Kati, do më thënë, diti gatuaj. Ka raste Anila që më thoshte djali, sidomos i vogli, a ishte shumë gjithmonë i vëmendshëm, më thoshte mami dua të byrekun që bëre para një jave. Dhe ti e bëje ndryshe. Do me thënë, ti shton diçka, hedh diçka, po sigurisht shpesh varet edhe nga. Asnjëherë nuk e bëjmë të njëjtin dhe të njëjtin. Gjithmonë ka ndryshime në gatime. Qoftë edhe një gatim, si thua, një makaron e thjeshtë. Po, e vërtet. Do doja t'ju kujtoja sërish se me çfarë po gatuajmë sot. Jemi duke përgatitur receta me produktet Neranci. Këtë tiramisun duhet ta provoni, është një ndër ato ëmbëlsira që shijon shumë, kryesisht tani që jemi edhe në ngrohje të motit ku kemi nevojë të konsumojmë diçka të freskët. Dhe puna ka nisur me rrahjen e vezëve, të verdhat e vezëve bashkë me një gjysmë filxhan sheqer, jo më tepër, është e mjaftueshme sepse do kemi edhe ëmbëlsinë, domethënë tek pana pastiqeri që është e ëmbël dhe nuk ka nevojë, nuk e teprojmë me sheqerin, ne duam aq sa duhet sheqer, jo më tepër. Gjithmonë sheqeri nëse e teprojmë të si thua të djeg. Po. Dhe të jep atë shijen jo të mirë. Tani këtu neve ndërkohë që sa të na bëhet uji gati, nuk duhet që ena të prek me ujin, dhe kjo është ideja e banjomarisë. Do ta lë tani për momentin sa të filloj që të më marri, do me thënë të ngrohet uji, dhe do të kaloj në procesin tjetër që do të bëjmë atë si thua panën pastiqeri, do ta kthejmë në mareng. Do të marr panën dhe do ta sillim. Dhe ky është ai momenti që pana do pak kohë të rrihet, pana qëndron gjithmonë në frigorifer, pra nuk duhet ta nxjerrni shumë kohë përpara se ta përgatisni, që të ndihmojë në rrahjen e saj dhe të bëhet ajo masa kremoze që shijon ai shumë gjatë konsumimit kryesisht në ëmbëlsira. Atëherë, këtu thamë kemi panë guzhine, por jo se nuk bëhet edhe me këtë. Nëse do ta bëni dhe shikoni që nuk është shumë e ëmbël, mund të shtojmë pak sheqer, një 2 lugë sheqer. Ose sheqer pudër, ose dhe sheqer të zakonshëm. Tani ne do ta bëjmë me këtë panën tjetër. Okej. Do ta hedhim. Ky ka 1 litër brenda. Po, por shiko, e kuptoj me sy edhe këtu, do me thënë shikoj se sa duhet, kështu që është e mjaftueshme masa. Në recetë më duket se kishim 250 ml, megjithatë edhe po shtuat pak më shumë. Janë gjëra që nuk prishin punë. Ndërkohë që do rajmë panën dhe na duhet pak kohë të presim, përfitojmë nga kjo kohë për të lexuar së bashku edhe një herë në ekran të dyja recetat e sotme, si ato të byrekut, që kur ta nxjerrim nga furra të dini se çfarë kemi përgatitur apo çfarë kemi përdorur për të bërë atë recetë, ashtu edhe recetën e tiramisus. Pra, byrek me djathë të shkrirë. Përbërësit janë: 1 pak opeta, 250 gram djathë të shkrirë, 250 ml pana kuzhine, gjysmë filxhani ujë, 1 lugë pluhur pjekës, 3 vezë, arë moskat, vaj dhe gjallë.
Ndërsa, receta e dytë është tiramisu me vezë, pat mënyrën e përgatitjes së vezëve të cilat i kemi vendosur mbi një tenxhere me pak ujë për të kryer atë procesin e banjomarisë, siç bëjmë me çokoladën, po e them kështu për ta kuptuar se si është si proces, meqense besoj e njihni më mirë nga kushdo tjetër. Dhe pjesa tjetër e përbërësve janë pikërisht këto. Na duhet një pako me biskota savoiardi, janë biskotat që janë posaçërisht për përgatitjen e tiramisus, 4 të verdha veze, gjysmë filxhani me sheqer, na duhet një filxhan kafe ekspres ose atë mënyrën e përgatitjes me kafe turke që Katerina ju tregoi në rast se ju mungon kafja ekspres, 300 ml pana, 250 gram krem djathi, vanilje dhe kakao që do të na duhet për ta spërkatur nga sipër dhe për t'i dhënë atë pamjen e tiramisus. Dhe tani do të shtem vaniljen. Atëre, në momentin në fillim, fillojmë do me thënë me panat duke e shkumëzuar jo ta kthejmë plotësisht në marengë, sepse do shtojmë dhe djathin mascarpone dhe pastaj do ta përzijmë që të na bëhet një krem. Dhe më mbrapa do të shtojmë edhe vezët, të cilat më përpara tham do t'i kalojmë në banjomari për të pasterizuar. Edhe hedhim edhe këtë vanilje. Neve siç e dini juve kemi këtë vaniljen, të cilën e kemi në një kavanozë të vogël dhe është si tuash për shumë ëmbëlsira. Tani këtu të shikojmë, besoj, ka filluar. Okej. Ta ulim pak temperaturën. Dhe fillojmë dhe bëjmë këtë, na duhet kjo fillimisht, që të mbarojmë punë, kryejmë punë me këtë pjesën e të verdhave të vezës. Sa kohë duhet të qëndrojë? Sa jo të filloj që të zbardhet, Anila fillon edhe kuptohet. Okej. Jo, duke qenë se veza është delikate, ndaj të pyeta se, do të thënë që të mos rrezikojmë të na gatuhet, nëse mund ta them kështu? Jo, nuk gatuhet, ajo kështu ja. Bëhet krem. Nuk duhet të bie lëngje brenda, ujë. Kështu që në momentin që ka marrë valë ujë, e fikim dhe me atë temperaturë fillojmë dhe e punojmë që të na bëhet kremoze. E kuptoj. Dhe arrim pikën e vlimit ujë. Dhe ndërkohë që edhe veza është gati pastaj për ta përpunuar. Duke e fikur tani më. Ndërkohë Anila her pas here byreku. Mua me syrin tim më duket I pjekur, po. Nëse të duket me syrin tënd, sigurisht që ti je si thua asistentja shumë e mirë në kuzhinë, sepse të kam... Nisa, unë e dua një konfirmim nga ty para se ta heq, por mbaro me vezës edhe po të qëndroj dhe pak minuta nuk është se do të digjet, thjesht do të bëhet pak më I pjekur, me ta temperaturë e keme. Jo, mirë është me temperaturë të ullët, nuk rrezikojmë. Ja, veza fillon që të ndryshoj, do me thënë të na bëhet në ngjyrë bezh në krem, dhe atëherë fillojmë dhe themi që e kemi gati dhe u lidh, u bë krem dhe mendojmë se është gati për ta përpunuar me produktet e tjera. Okej. Me djathin edhe me panën. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur, thjesht ne duhet që të ndjekim to hapat një mbas një që të kemi atë rezultatin e duhur. Dhe kjo është një ëmbëlsirë që përgatitet sot konsumohet nesër. Ose të paktën 4-5 orë, sigurisht më vonë, për të shijuar ashtu siç duhet. Këto ëmbëlsira që të kalit durimin duke pritur që të jetë gati për të konsumuar. Se ke parasysh kur gatuan diçka me zor pret që ta shijosh apo jo në mënyrë të veçantë për ëmbëlsirat. Ndërsa tiramisun bëheni në darkë që ta lini pak gjatë natës në frigorifer, mos të ndoheni për ta prekur nga pak. Është gati. Shikoni edhe ujin që ka marrë atë vlimin, edhe kjo ka ndryshuar ngjyrë, është bërë si një trajt kremoze. Marrim një lugë ta tregojmë domethënë. Okej. Ne ta vëmë këtu te kjo e ujit se s'ka nevojë. Ne s'do ta përdorim prapë ja. Okej, po, tamam krem. Shikon tani që na u bë krem, e kemi gati edhe domethënë vezët. Përveç se edhe sheqeri është një ndihmues I mirë I pasterizimit të vezëve. E djegë pjek sheqeri vezën. Kështu që edhe pastaj në temperaturë të ujit, domethënë që neve vendosëm, tani e kemi gati për ta bërë domethënë përpunimin me këto produkte të tjera. Shikoj një çik byrekun dhe më thuaj ta heq apo jo nga fura, ndihet se të ndërpres nga puna, po. E duhet hequr. Duhet hequr, okej. Duhet hequr, po e therë nuk diskutoj, dalë se kemi marrë një shumë nga këto. Recetën që pak më herët, pra me përbërësit e byrekut, do ta nxjerrim tani nga furra, të shikoni se sa I këndshëm ngadalë, se është edhe kështu si I butë, është I fryrë, ato petët e coptuara e të pjekura përpara e kanë dhënë këtë efekt.
Sa i kënë që më Si bani thosh një nëna tona kur lëviz byreku kështu, do të thotë është pjekur edhe nga fundi. Shumë mirë. Tani, juve, në shtëpi është mirë që mbasi e nxjerrim nga fura, ta mbulem me një pecet guzhi, që të zbutet, do me thënë të ullë, ajo do ullë tani, por është një byrek shumë i mirë, shumë i shishëm. Nëse juve ndoqët hapat që në fillim mënyrën se si neve pregatitëm, do shikoni që do keni një rezultat shumë të mirë për byrekun që do të pregatisni në shtëpia tuaja, se ne këte nga studio s'kemi mundësi tua tregojmë për shijen. Pa, shikove hasur i thonë, kështu që në duke në njerë gjërat që në sy gatimet. Thuaj, i hapim oreksin atyre që po në ndjekin tani për shembull, që mund t'jenë në punë, mund t'jenë në për kafe, edhe shohin këto gatimet tona. Po tani, shkoni në shtëpi, thuaj edhe gatuajnë. Të shkojnë në shtëpi dhe ta gatuajnë. Tani ka dy mënyra, ose hedhim edhe këtu, po tani e rëndësishme që ne do të bëjmë një krem, një bashkim, do me thënë, të gjitha produkteve, dhe do ta kemi gati pastaj për të përpunuar. Kjo e ndihmon tani. Që të bëhet një trajt kremoze. E shkon së fillon që të bëhet një krem i mirë. Shumë i mirë. Tani, pasi i kemi kaluar në këtë fazë, do të fillojmë të shtojmë vezën, do të tregoj tani mënyrën se si do të shtojmë. Okej. Gradualisht, Po, se është e ngrohtë. Po. Anila, nëse ke mundësi... Kam që shkeme të. Ta pastroj pas, në po të në të mbaj. Kjo është çokolata e dikushme. Që bënim neve në shtëpi kur ishim të vegjël. Sa e mirë po det. Tani do të bëjmë edhe, si thua shto, përpunimet. Po, lidhjen përfundimtare, po, të pjesës ansore. Sa i mirë duket? Një krem shumë i mirë. Pra. Atë që ju thash edhe pak më përpara, që nëse doni mund të shtoni ndonjë lloj likeri që juve keni në shtëpi, por që mua me vanile më pëlqen shumë tiramisua, e dua kështu, do me thënë që të ndjej atë erën e kafes, edhe të vaniles. Shumë mirë. Okej, shofi morën. Kati, si ikën ora. Ikën ora, ja dhe një përpunim akoma kështu. Që të bëhet më kremoze. Ja, tani e shikon se u bë më kremoze. Shumë i mirë doli ky kreme. Mund ta përdorim në këtë për ndonjë ëmbëlsirë tjetër, kështu si formul, si recetë? Po, pra se që ka shumë i mirë. Se na u gjitën këto tani. Se për shijen, pastaj nuk e diskutoj, po dhe kështu në pamje. Ti heqim t'i lëm këtu dhe pastrem pastaj. Okej. Tani, kam mbetur biskotat, kafja dhe kremi. Do të bëjmë bashkë këtë gjithë përbërësit dhe do t'a kthejmë në një tiramisu, sa nuk besoj që kam mbetur edhe kakao në fund pastaj, po, kemi edhe kakao që është për të pudrosur nga sipër. Kakao është ajo e fundit që duhet ta pudrosim. Tani mund ta bëjmë në forma të ndryshme, në formën e kekut që e hapim dhe ngjan si një tort. Mund ta bëjmë akoma edhe në këto, do me thënë në kupa. Mund ta bëjmë në servirje për një person. Në gotë. Pra, në gotë. Ka mënyra të ndryshme, mënyrën e të... Ne këtë do përdorim? Ne do ta bëjmë të ky një herë.
Trajtasja që. Edhe kemi edhe një këtu, dhe një atë tokën, që ta bëjmë edhe këtu. Të shikojmë tani si pas kohës edhe si pas mundësit. Atere tjetra është, hedhim kafen këtu. E shikoni që kafja dua, tregoj tani në fund që ka ngelur, mos e hedhni lumin e kafes. E shikon? Ja, nuk duhet ta hedhni këtë, sepse kjo i prish biskotat, nuk je pa të shihen e bërë. Pra thjesht kafja, aroma, të ndjetë aroma e kafes. Ka që jemi në rregull. Po. Tani këtu ka goxha, prandaj thashun që mund ta bëjmë ashtu, mund ta bëjmë në shumë mënyra. Po, mirë, ne do të tregojmë një prej mënyrave se nuk besoj se koha do të na premtoj për t'i mbushur të gjitha format e tasave. Kalojnë thjesht me dorë. Zbuten në kafe. Shtresën e parë. Nuk do t'i... dhe dua të them që duhet jetë i ftohtë, me patjetër kafja. Po. Se po është e ngrohtë, ato zbuten. Po, i prishet forma edhe. Do të zbuten edhe me pjesën e kremit që ne do të hedhim. Bëjmë edhe nga një anash. Edhe u bë shtresa e parë. Do të bëjmë 2 shtresa neve këtë. Bëjmë një shtres pra me biskotat savoiardi. Kremin e kemi gati, da duhet një... Kremin e kemi gati, faktikisht. Marim këtë më mirë që ta bëjmë shpejt e shpejt. Po, marim nëse si më të madhe. Shiko qa kremi, kjo është. I ka dalë fantastik. Shumë e mirë duket, shumë e mirë. Në lë pak aty në fund. Edhe ka. Se kush pret të vtohet tiramisuja, i hamë shumë biskotat vetë, i gjyrim pak në krem edhe... Ashtu. Tani bëjmë edhe një shtres tjetër. Edhe në fund dhe është ajo shtresa e kakaos. Do me thëmë pudrosja me kakao. Dërkohën, po e bëj gati kakao, po e hapë, të talë gati që gati. Kemi këtë anila. Jo, nuk do të hedhëm, jo, thjesht do ha paketimin, jo. Në regull, jo, është e kemi atë pritja fundit, ja më bje mua kështu, është për ndarë, është e hapur, e paske do gati që, ja dhe kati që është e organizuar gjithmonë. Të marim edhe një tjetër. Urdo? Faleminderit. Okej. Shumë mirë. Arë një të besoj në cep. Shumë mirë. Ngele tani. Kati nga ka zbukuruar edhe pjatën me lule. E kemi përshtatur edhe ëmbëlsirën pranverore. Tani ka 2 mënyra. Nëse doni, mund ta bëjnë do me thënë amvisat kështu. Edhe nëse duan, mund përdorin qesë pastiqerie dhe ta bëjnë ashtu si thuash me ato zbukurimet. Me ato si flok dëbore. Po mirë, kështu është më kollaj. Tani në shtëpi neve kemi pjesë pastiqerie faktikisht, Anila. Po s'kemi ko. Edhe mundet ta vëm. S'kemi ko, 2 minuta. Sta ju neve bëjmë pakës, kështu do me thëmë sikur. Po, sa për pak dekor. Se do mbulohet ajo edhe me kakao në sipër e do duket shumë bukur. Edhe pak këtu edhe të hedhim tani kakao. Po. Gjë që juve në shtëpi thash që mund të ta bëni edhe me mund ta bëni me qesë pastiqerie për të bërë ato flokët e dëborës. Po, nëse doni ta bëni pak si më ndryshe, por edhe kështu prit. Edhe duhet ju them një gjë që këtë do ta bëni pa e vënë në frigorifer, kur ta nxirrni nga frigoriferi. Kakaon. Po, nuk do ta hedhin në momentin që e hedhim neve tani, do ta hedhni në momentin që do ta servirni. E qartë, Do me thëmë para ta lëni pak 5 minuta para servirjes. Sa e bukur duket. Edhe këtë neve, Anila. Bukur ngjan ajo edhe ashtu. I bëm dekor edhe pjatës më duket mua. Sa e këndshme.
Ja kështu. Kështu. Dhe kështu e mbaruam të lumshin duart, Kati. Mendoj se i mbaruam të dyja. Çfarë kemi bërë sot? U kuptua. Një byrek. Një byrek që mendoj se është shumë i mirë byreku. E sigurt për këtë. Dhe një ëmbëlsirë që sërish nuk duhet të rini pa e provuar. E di që e njihni, por kur e bën në shtëpi se çka një lezet tjetër dhe e përgatit me duart e tua. Tjetër, faktikisht sigurisht që ka një shihet tjetër. Çdo gjë që bëhet me duart tuaja bëhet me dashuri dhe bëhet sikur kur merr një dozë dashuri, sigurisht që bëhet shumë herë më e mirë dhe më e shijshme. Ashtu si themi edhe për bukët, e kemi bukën në pazar, por kur e përgatisim vetë në shtëpi, sigur edhe kështu thjesht të trazojmë brumin dhe ta vendosim në furrë që të piqet, ka një tjetër shije. Dhe ju siguroj që shija e dashurisë tuaj për miqtë tuaj, domethënë, dhe për familjarët tuaj. Kati, të lumshin duart, të falenderoj shumë. Dashur, kënaqësi si gjithmonë që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina mirupafshim dhe miru takofshim nesër këtu në të njëjtën orë me reseta të reja. Mos na mungoni. Ju duam shumë. Shkojmë në publicitet tani edhe kthehemi me të ftuarin e parë për sot.